Gjatë është prit. Shikoni, tash Arsenali ka kalu një farë periudhë prej kohës së Invisibles, vitin 2004, dhe më pas duke pretenduar që na të arrijmë edhe tituj tjerë, por ka qenë e pamundur se ka qenë edhe koha kur shkon edhe Alex Ferguson. Dhe më pas është ardhur një farë kohë kur është edhe Wenger ka dalë nga ekipi, edhe është ardhur Unai Emery. Po me Unai Emery nuk patëm sukses. Erdhi Arteta dhe më pas si klub unë mendoj që Arteta ka bën një punë tepër të mirë, ka vyt kohë edhe vite për me transformu ekipën, që ka pas Arsenali, duke më parasysh që në kohën e Unai Emery ka qenë një mbrojtje tepër e dobët, të cilën ka pësu shumë golla. Po dhe fati unë i keq që gjatë 4 viteve të fundit e kemi pas një kundërshtar që është Manchester City. Abdin, se nuk u kon Arsenali dobë se ekip. Po ka arrit me transformu ekipën, tash jemi kampion pas 22 vite edhe jemi të e shiu. Valmer, për ty? Definitivisht, djemë fantastike, është diçka që shumë e kena prit, 22 vjetë, qa me tonë tjetër, po ajo që kësha dashme të kësu është që ja ka shtu atë knatësin ose lumëturin për tifos këtë triumf, reagimi i skuadrës. Nga se na pak javë më parë, veç e humbëm një ndeshjen ndaj Bournemouthit, pastaj e patëm direkt me Manchester City-n, cilët pashtu na mujtën, edhe reagimi mas kësaj ka qenë fantastik. Thjesht bile lexova tash fundi një bashkëbisedim që e ka pas Arteta me lojtarët, edhe what we can do better, qa mujna me bo mas miri, mujna mos me psu golla. Okej, edhe nëse she mas ne reagimin, grinten, luftën që e ka bo së lojtari i Arsenalit, na kanë bo krenar, kështu që tash përrezimi të lumtur jemi edhe shumë krenar edhe Arsenali prej asaj humbje në këto raste kur je poshtë, kur je keep down, mënyra që reagon tregon se kush je. Kështu që unë jemi përveç se të lumtur që s'ka diskutim edhe shumë krenar me këtë punë të Arsenalit. Ndryshon mentaliteti. Po, e vërtet. Detaj interesant që Arteta pranoi masanej në konferencë, tha kam qenë me djemt derisa City ka zhvillu ndeshjen e fundit, edhe tha nuk kom mujt me qëndru deri në fund, kom shku në shtëpi, jëm fut brenda, e kom ndez skarën në borë dhe kom fillu më marrë me skarë. Tha edhe ja kom nis mi dëgju zhurmat, edhe pa prit mas ta u hap dera dhe ka vrapu djali jam me lot në sy, ma ka bo jemi kampion. Arteta doli që ka pak a shumë të njëjtën e curi, sikurse Wengeri që ka arrit me fitu titullin pas 3 tentimeve nën kampion, edhe herën e 4 ka arrit me e fitu titullin. Po, a keni pas gjatë kësaj periudhe dilema që Arteta është i duhuri për Arsenalin, për të dytë? Shiko, gjithmonë kam pas e farë mendime pozitive apo negative. Kur ti, për shembull, kur jeti në një momentum, sikur rasti që kena pas me Bournemouthin, edhe lëshëm pik, normal që e farë ndjenja pa dashje të vjen që ty me thonë është it's time, me liru ekipin, se të vynë se të gati po bëhen 3 vite, që ti nuk përki mundësin me fitu titullin. Po tash unë e përmena dhe më herë që edhe City ka qenë një kundërshtar tepër i fortë. Po, vërtet. Gjatë viteve. Me shumë investime, bile. Me shumë investime edhe plus ka qenë edhe kampion në Champions League, ka qenë gjërë ekipe më të mira në botë, edhe ka qenë e pamundun ti me konkuru gjatë gjithë kohës, me konkuru me një ekip si kur ka qenë City. Po tash me kalimin e kohës, Arteta e ka transformu që tregova, ka transformu ekipin, ka kriju një bazë të mirë në mbrojtje, në mes fush, tash e kena marrë edhe një sulmues në nashtë, cilin na ka mungu, tash po vren edhe efektet pozitive që neve na ka mungu një sulmues tipik. Nuk ka që sulmuesi neve ka jap më të mirën e mundshme, po ka marrë koha, sikur në kohën e tjera arrisë që viti parë nuk ka qenë, ku me di sa i suksesshëm, e kam fjallë për Gyökereshin. Tash ai vitin tjetër ai vetëm fillon me u transformu edhe me u bë pjesë e ekipit bazë. Soj për këtë Artetës, po definitivisht ne jena kohë një grup i madh i fansëve të Arsenalit. So, madje i kemi edhe disa grupe ku diskutojmë edhe ato ndeshjet e mira, ato të këqija, edhe reagojmë, kanë herë jemi edhe impulsiv, më thonë në gjykime, po, më thonë që
shumë si fonca një pjesë, edhe pse nuk pajtohemi na 100%, sepse se ka qenë si një farë lloj deja vu e viteve të kaluara. Ka qenë një deja vu, nuk do të thonë muj me thonë që një pjesë e madhe e foncave kemi qenë, po flas për ata që zyrtarisht jemi në grupet e Arsenalit. Kemi filluar me dal kundër Artetës. Një ndër ato faktet pse kemi dal kundër është për shembull ndryshimi i lojës. Na shoshëm Arsenalin, po na ndryshoi ke shumë prej kohës të Wengerit. Do të thonë një lojë bazuar më shumë defanziv, një diçka që për synin nuk është diçka që nëse themi ka ndryshuar Arsenalin për ekipeve tjera, o kon loja e bukur Arsenalit. Por definitivisht lojët e fundit që po riceki mentaliteti që e ka mbjell Arteta na tregoi që na si fonca pavarësisht asaj që nisem me u dëshpëru doli që të jetë e duhura, nga se definitivisht loja e bukur nuk sjell titull. Kështu që ja i kena ato lojë të bukura, definitivisht i kena, po i kena ato lojë ku ti duhesh me step up, edhe duhesh me qëndru i fortë, edhe you have just to win the game. Nuk ka rëndësi. Edhe realisht Arteta që ka pru që muj me thonë, përveç lojëve të bukura, edhe ato lojërat e shëmtume, po ty duhet veç pikt, edhe me shku para. Që këto e ka bu. E mas nej po, lately muj me thonë që muj prill. Këto 4 vitet e fundit, po si muj pa fat. Nështë si muj që dyqysh ke shumë strange për neve, po Arteta reagoi edhe tregoi ndryshimin edhe forcën që e ka pru në mentalitetin e ekipit Arsenalit dhe triumfoi, kështu që tash më me thon besoj besoj pajtohet me mua që tash jemi të lumtur që Arteta, edhe pse koxha do vjet 7 vjet është në krye të Arsenalit, po jemi të lumtur që ja doli më në fund. Ja doli edhe presim më shumë prit. Vetëm kisha me vështu edhe një fakt që gjatë 3 viteve të fundit kur na kemi arrit me zhdal në vendin e dytë, atëre bordi ka kërkuar Artetës me çdo kusht pa kur fare interesimi për lojën e bukur apo si ai petrajtojnë lojën, i ka jap domethënë një lloj kufizimi, ja ka bëu që mend aktivitet ti si dush zhvillo lojën. Unë pe du titullin, edhe kemë bëu ndash fiton me lojë defanzive, ndash me ofanzive. Qysh teshe? Synimi është titulli pikë. Synimi është titulli nëse rastësisht Arteta nuk kish pas mundësi me fitu titullin si vjet, unë po mendoj që bordi kish dashur më shkput po. Po, se kjo ka qenë qysh fillim të vitit, bordi ja ka jap domethënë pikat Artetës. Domethënë se ka qenë 3 vite, një ka qenë një vitet zhgënyse, se në vend parë, muaj janar filleshin pikë me radhë. Abdin. Po ka filluar edhe ky vet ashtu, po fati jon që edhe City lojët e fundit i pat me disa ekipe të cilat ishin shumë të forta, si për Cityn që ashtu edhe për Arsenalin kanë qenë. Njëjtë. Të forta, domethënë Bournemouthi kur të shikosh i mur pikë. Shumë e ke problematik. Evertonin një ashtu i ka marrë pika, kupton. E tash na patëm një disfavor që na pe viteve të kaluame, na pe Cityt i morën vetëm një pikë, kurse ata pe neve na i morën 4 pikë. Kjo është disfavori. Po Arteta ka vendosur me këtë lloj loje me defanziv, me çdo kusht që vetëm e marr titullin. Kjo ka qenë njëra prej pikave kryesore të bordit që e kanë përcaktuar me fillim vitit. A kupton? Që kjo është, e tash kjo është përcaktuar në objektiva. S'ke mo ti 3 herë konon kampion. Tash dush me vërtet. E tash unë mendoj tash Arsenali dhe me lojën me Crystal Palace-in nuk ka me lojë defanzive. Kena pa një Arsenal me mashlir. Nuk kjo se lojët e fundit shihet që lojtarët kanë presioni e bën vetë. Presion, trem. Kur të shikosh lojën e fundit me Leeds, çfarë loje u zhvilloi që nuk e di çfarë rrit Arsenali, çfarë ndodh me ta. Kupton? Luishi lojë defanzive me një skuadër e cila ka rapi ligë. Po tash ajo trema, desa e kanë thyr tash akullin. Çka që thonë kanë thyr akullin, po besoj tash viteve tashme kanë ndryshuar dhe kanë qasjan. Po edhe kanë transformuar loja në komeçëm defanzive. Po. Se tash e kanë marrë atë far vetbesimin lojtar. Tash unë mendoj që edhe me lojët e ardhshme tash që kemi në faza të tjera kur vjen tema e bisedojmë, komeçën shumë më mirë për neve se shkojna me një far vetbesimi të lartë. Një detaj shumë interesant që ke vendos pas këtij kurrëzimi titullin kampion, ke vendos me uru një njeriu shumë të veçantë titullin. E keni shku direkt Arsene Wengerit. Njeriu që për herë të fundit e ka fituar titullin me Arsenalin. E vërtet, i kom shënu fakt dje i kom shënu, ja urova titullin nga fansat e Kosovës,
edhe ma kthej, më falenderoj. Kjo ka qenë, domethënë, se kuptoj se nuk kam ndonjë farë bisede me të, po ka njerë kur ka ndonjë farë raste specifike sikur kjo ose FA Cup në Isan, unë isha ai, edhe ma kthen pa hezitim. Nuk është që mban një farë, ç'më thon ai farë mu duket që është në njëri show off. A paramendoj çfarë profili trajnerit? E vërtet. Kjo është fantastike. Shumë e vërtet. Ju do thon kur apo që ma kthej, manda 2-3 minuta ma kthej SMS-in në WhatsApp. U befasova se unë prisha të shumë mos nuk ma këthe nesër, po faleminderit, mirë është për fonsët e Kosovës, më rësi që emri si Kosovë edhe Vengeri e lexon. Kjo ka pesh, shumë e vërtet. Po edhe tjetra besoj që thellësisht edhe ai shumë është gëzuar për suksesin e Arsenalit, tu e ditë për kontributin që ka bën kjo. Shumë e vërtet. Te Valmiri po du më ndal, cili mendon se ka qenë ndoshta futbollisti kyç në suksesin e këtij sezoni? Pyetje shumë interesante. Besoj që përgjigjja jam ka më qenë përgjigje që nuk ka të bëjë vetëm me mua, por ka të bëjë me një pjesë të me shumicën fanbase-it të Arsenalit. Pas një diskutim është Thierry Henry, lojtari më i mirë në historinë e Arsenalit. Kjo dëshmohet edhe me statistikat e tij në Arsenal. Unë kur kom filluar tamam me këshyr futboll ndoshta ka qenë rreth vitit 2001-2002. Kur ajo që më ka rënë sy kon Henry, edhe Henry më ka bo me Arsenalin, gjë që e thoi një pjesë e madhe e fansave të Arsenalit. Faktikisht mënyra që shkalli nuk u konë diçka, si me thonë që më ka bo fans me Arsenalin, ndoshta trofejt në atë kohë. Aja që më ka bo është loja, po posaçërisht loja Henryt. O konë një lojtar që e ka marrë topin nga prej të majtës, po ka pas shumë aftësi si futbollist. Do të thonë, o konë gjendje në shumë lojë me marrë bisu për Arsenalin, edhe thjesht nuk ka pas ndoshta sistemi sot sikur nonshat klasik. Ai ka qenë një lojtar që ka ditë me bo pasimin, ka ditë me hap lojën, ka ditë me bo vertikalizime, ka ditë me bo solo aksione, cilat na kanë nxjerrë në lojë të vështira. Masnej ajo që e bën veçantë Henry është mënyra që shka gjujt, që nëse e përshkruan formën që shka gjujt Henry drejt gollës, e ka pas goditjen, portieri e ka ditë ku po dën me gjujt, po nuk ka. Po kom probleme në zonë. Kështu që ka shumë probleme në zonë. Kështu që pas një diskutim Henry, po normalisht ka pasur superior Arsenalin atë kohë. Po. E vërtet. Pa më fok në gjatë është Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Ljungberg, plot yje. Ai ka qenë kombinimi më i mirë që unë e kom parë herë në Arsenal. Është pa diskutueshme. Invisibles ka qenë koha Invisibles. Me të pamposhtërve, kështu që po në kryet listës që ndron Henry. Padyshim. Është një detaj shumë interesant sa i përket Arsenalit, që ju jeni një nga fansat ose grupet e fansave që keni arrit me vendosur flamurin e Kosovës në stadiumin Emirates. Po, ne kemi vendosur flamurin e Kosovës në Emirates. Ka qenë një punë e madhe nga ana jon, ka zot afro dikon 3 muaj ditë, por me realizuat punim nga Arsenali. Në fakt mund fillim më është dhonë që me fut logon e klubit Arsenal Kosovë Supporters, por ju ktheva unë edhe emaila, kërkova që me u vendos flamuri edhe emri i Kosovës, që me pas flamuri i Kosovës i verdh edhe harta, do më thonë Arsenal Kosovë, që me kohë një farloj marketing indirekt me shujt, ose direkt, apo si do promovimi i shtetit. Promovimi i shtetit me një fjalë, po është mis, do më thonë se tash aty në komseka dhe më herët që aja kam i shëndrua aty për 20 vite të ardhshme në Arsenal, pas 20 viteve kur të vendosim me ndru moralin, largohet. Fantastik. Po për 20 vite, do më thonë fakt tash kanë metë edhe një 17 vite të metë. Do ta vendosim një tjetër, sigurisht. Do vendosim një tjetër. Të dielën e keni festën e madhe. Na zbuloni pak më shumë detaje, sigurisht edhe tifozët e Arsenalit që janë për Kosovë, sigurisht i ftoni besoj me qenë pjesë e kësaj ngjarje. Realisht ngjarja është njoftu përmes faqes zyrtare të Arsenalit në Kosovë, por normalisht na kena demokraci, mund të thonë, edhe brenda fansave të Arsenalit, për arsye se ka edhe faqe të tjera të cilat padyshim që na nuk jemi kundër tyre dhe ka faqe të tjera që çarkullojnë në rrjetet sociale, po e mira, lajmi i mirë është jemi bashku krejt bashk. Jemi bashku krejt faqet bashk.
Edhe do të jetë të dielën në ora 2 do të mbledhemi për ata që nuk e dinë, ata fansat Arsenalit që nuk e dinë, do të mbledhemi në orën 14 te biblioteka kombëtare, ku pastaj do të vazhdojmë në një kafene së bashku të gjithë, edhe pasi që të përfundon loja dhe të ngrisim trofeun, do ta bëjmë një marsh përgjatë sheshit Prishtinës. Kështu që paka shumë kjo ka me qenë forma kështu që i ftoj gjithë fansat e Arsenalit me ardhë me shiu bashk këtë moment historik. E shpresojmë që mos jetë i fundit, po vitet mbijem. Tash mos më nal. Duhet me cek që është hera e parë, domethënë pas pranimit të fansave zyrtar Arsenali bëhet kampion. Edhe kur jemi tash ka fundi, sigurisht pyetja fundit është, jeni ngarë edhe për në finalet Champions League-s, jeni ngarë edhe për trofeun tjetër. Po. Ku ishin problematikat, sa janë gjasat, sa është i vështirë kundërshtari? Për të dytë normal. Shika, tash ton kur është finale, domethënë është absurde me thonë dikush që me favorizuar një ekip. Në finale është 50-50 në ekip. Unë çka mendoj që mund Arsenali me pas si përparësi, nëse lujnë me pressing madh, edhe përmes mes fushës edhe mbrojtjes e ka si përparësi. Nga prej lojtarëve të Parisit, duke marrë parasysh se ata kanë lojtarë shumë kreativ, janë të shpejtë, ultra ofanziv. Shumë ultra ofanziv, po neve na veçon mbrojtja, na veçon. Duhet me pas parasysh domethënë që e kanë një lojtar si Kvaratskhelia që në ekranin e djathtë pak po çalojnë si ekip, po unë besoj që Arteta ka menuar edhe këtë opsion, se jemi të qalur në anën e djathtë, po shpresoj në kthimin e Timber, gjë që hala nuk kanë ardhur lajme, nuk po dim, është flit që komo kthy, po ende nuk ka diçka zyrtare, po unë mendoj që ços Arsenali arrin me marrë një tempo edhe pressing të lojës, edhe me zbut, mos me pas shumë presion të lojës, unë mendoj që mundna me arrit, nuk po them, po mu tregoj sinqert 2-1 ose 1-0 Arsenali mund me fitu pa pikën e vlerë. Po nuk po them që me domos në ekip do me fitu, se këto është 50-50. Po. Se finale është, apo den. Është vështirë. Nuk mos e kur të shef tash që je të lut me një kampion i cili veç është ka qenë kampion e din rrugën. E din rrugën, ai ka një përparësi ndaj neve, a kupton? Po Arsenali është në një momentum që duhet me thy kët akull. Edhe momenti që ja thën kët akull edhe është një arritje e madhe se kur të shikosh domethënë janë ekipet angleze. Për shembull që Aston Villa në Crystal Palace, Arsenalin tonë e marrë dhe Anglia, botrorit, bëhet një farë dominimi i gjithsej anglez, a kupton? Kjo mund me kon, unë mendoj që ka me kon një lojë e ashpër, e fortë, me mbrojtje të fortë për Arsenalit, vetëm se nëse Arsenali arrin me mbajt pressingun e Parisit, unë mendoj që Arsenali fiton me rezultat minimal 1-0 ose 2-1. Definitivisht lojë vështirë e parashikueshme. Pavarësisht asaj që po dëgjojmë shumë që Parisi favorit, se neutral, po them këto unë mendoj që gjasat janë 50-50, pse se po ndeshen sulmi më i mirë në Champions League këtë vit me mbrojtjen më të mirë. Mos harrojmë që Arsenali ka pasur vetëm 6 golla gjatë krejt sezonit, edhe nuk e ka asnjë humbje. Normalisht ajo që arma më e fortë e Parisit janë organizimi i shpejt në fazën ofanzive. E janë shumë shpejt në organizim. Edhe një moment mos koncentrim mundet me të kushtu. Kështu që e shoh një lojë të kujdesshme, është veç një lojë, gjasat janë 50-50, po për neve nonën tonë është historia, pse po them se plaka e modhe Arsenalit është Champions League. Ndër vite, kështu që nëse Arsenali triumfon në këtë finale ka me qenë sezoni më i rëndësishëm në historinë e Arsenalit. Për mos me zgjat mendoj që janë gjasat e barabarta. Kështu që le të fiton më i miri, le të fiton Arsenali. Unë ju falenderoj të dyve për kohën, e di që keni të dytë angazhime, po e poshtë nevojshme të arsyeshme që më pas me diskutu edhe me dëgju pak dëgjues për këtë cerit Arsenalit edhe biseda që i patëm edhe shkrimin e Wengerit edhe gjithçka tjetër, kështu që ju falenderoj shumë për kohën. Veç kisha më shtuar edhe një sam para se me mbyll emisionin që fansat e Arsenalit mblidhen dhe udhtojnë drejt Budapestit. Ky ka më qenë organizimi më i madh i fansave të Arsenalit ndonjëherë, që kanë më udhëtu jashtë vendit në Budapest një autobus i plot. Bravo. Bashkë me krejt fansat e botës. Bravo.
Perfekt. Jo, bëhet fjalë për Budapest për pjesën e fan zonës. Po. Perfekt. Rrugtim të këndshëm. Faleminderit. Suksese atje. Edhe si tha edhe kolegu Valmir, le të fitoj më i mirë, le të fitoj Arsenali.